Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takohemi edhe sonte në takimin tonë të radhës në emisionin Ky është i dërguari im. Në këtë transmetim të drejtë për drejtë do të vazhdojmë inshallah me rrjedhën e ngjarjeve nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kemi ndarë disa takime për betejën e Ahzabit, betejën e Hendekut. Një betejë që ishte shumë e rrezikshme, shumë vendimtare për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jetën e banorëve të Medinës, për jetën e vetë misioni që me të erdhi Muhamedi alayhi salatu wasalam. Fiset arabe që nuk besojnë në pejgamberin alayhi salatu wasalam kishin bërë një aleancë me Kurajsht e Mekës dhe që tashmë së bashku ti drejtohen Medinës për ta luftuar Muhamedin alayhi salatu wasalam. Kemi pranuar se i dërguari alayhi salatu wasalam doli me shokët e tij dhe e bëri një grop të madhe që ishte një pengesë për kalimin e kalorësve të Mekës ka ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe derisa Allah i manduar që edhe rrëdhët në ngjarje tjera të rëndësishme që realisht kursyen besimtarët nga ballafaqimi dhe në anën tjetër dobësuan vendosmërinë e Kurajshve dhe alatëve të tyre, dhe ata u shpartalluan dhe u kthyen të përqar prej nga kishin ardhur. Kjo ngjarje padyshim la gjurmë të veta të rëndësishme në pozicionin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Madje i dërguari alayhi salatu wasalam përmendi se nga sot na tashmë do t'i sulmojmë ata. Në kuptim të asaj se nuk do të presim vetëm të mbrohemi, me që këta në vazhdimsi bëjmë përpjekje të ndryshme, me që ta vazhdimisht bëjnë aleanca për të na shfarrosur, për të na luftuar, nuk lejojnë që të bëhet asnjë lloj anëpushimi e kështu me radhë, tha pejgamberi e tash edhe na do të bëjmë nismë kundër tyre. Të nderuar shikues, pejgamberi alayhi salatu wasalam përpjekje në mënyrë të vazhdueshme që ta evitonte çfarë lloj përleshje apo ballafaqimi me popullin e tij, me Kurajshet, me fiset arabe. Por ata insistonin që ta luftonin, insistonin që ta pengonin. Dhe pejgamberi keq ka dëshiron të ishte që mos të qëndrojnë pengesë mes tij dhe njerëzve. Ai u tha qartës: "Ju nuk besoni në rregull, më leni mua dhe njerëz rehat." Por ata nuk e bën këtë, e penguan, e dëbuan, e kështu me radhë. Dhe pastaj pas shpartëllimit të fisëve arabe, padyshim që u forcua pozicioni politik dhe ushtarak i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe padyshim kjo pastaj ndikoi edhe në përmirësimin e gjendjes ekonomike në Medinë. Pastaj ka rënë ngjarje tjera që padyshim janë me rëndësi, por unë sonte do të kaloj një ngjarje shumë të rëndësishme. Një ngjarje madhore, që pas së ngjarje rrjedha e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasallam, rrjedha e misionit mori komplet kahje tjetër në kuptim të hapësirës që u zgjerua dhe mundësive që u zgjeruan për ta përçuar i dërguari alayhi salatu wasallam misionin tek njerëzit. Është e njohur në historinë e pejgamberit alayhi sallam ngjarja e Hudejbjes. Disa i kanë thënë betejë në Hudejbje, nga se ka pas tendenca që qëndrohet në betejë dhe marrëveshje në Hudejbje. Hudejbja, të nderuar shikues, është një vend para hyrjes në Mekë. Në largësi nga Mekja, nga Qabeja, mirë po në atë kohë nuk ishte e banuar me Mekasit. Do të them që Mekja ishte shumë më thellë, dhe haremi i pejgamberit, haremi që realisht shënon pjesën e shenjtë të Qabës, përfundon pikërisht te kjo pikë e Hudejbjes. Hudejbja ishte një pos ujë, një bunar i njohur, e që pastaj e tërë zona mori edhe emrin në bazë të këtij burimi. Por para se të kalojmë atje që është shumë rëndësi,
duhet të tregoj disa zhvillime interesante që realisht quan deri tek marrëveshja. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të nderuar shikues kishte parë një ëndër. Dhe ëndrat e pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk janë sikurse ëndrat tona, ato janë të vërteta. Ato janë pjesë e shpalljes. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasallam atë që është ëndër del në realitet dhe është e vërtetë, është nga Allahu, nga se nuk lën Allahu i mënduar që i dërguar të ngacmohet nga shejtani madje as në ëndrat e tij. Pa në ëndër që po bënte tavaf rreth Ka'bës. Domthon kishte mbledhur shokët e tij dhe kishin hyrë në Mekë. Kishin shkuar për ta bërë umrën. Kështu ishte ëndra e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur u zgjua e kuptoi se është një shenjë se duhet nisur drejt Mekës. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndëruar shikues ishte shumë i etur për Mekën. Ishte shumë i etur për Mekën. Ishte i përmalluar shumë për Mekën. Jo vetëm ai, por dhe shokët e tij, veçanërisht muhaxhirët që ishin shpërngulur nga vendi i tyre, kishin ikur nga vendi i tyre. Por nuk i mësyn Mekës deri në këtë kohë për shkak se situata nuk lejonte. Pejgamberi nuk donte që të shndrohej në gjakderdhje hyrja në Mekë. E priste momentin e dur, atëherë kur Allahu do t'i jepte leje për këtë. Dhe kësaj radhe nuk u nis me e çliru Mekën, nuk u nis për me bë luftë. Mirë po ishte një nismë e zakonshme e krejt fisëve arabe për me e vizitu Ka'bën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam u nis dhe mobilizoi shokët e tij që të nisim për umre. Të gjithë shokët e tij që ishin pranë tij të ndëruar shikues ishin të gatshëm që t'i përgjigjen, madje tepër të gëzuar dhe mezi presnin që të niset karavani për në Mekë. Pejgamberi sa ftoi disa fisë të tjera arabe, beduine që ishin larg Medinës që t'i përgjigjen, që ata të vinë në umre, por edhe që të jetë numri sa më i madh i shoqëruesve të pejgamberit se në rast se Kurajsh provokojnë me luftë apo pengojnë që në mënyrë të armatosur mos me kalu pejgamberin Mekë, spaku numri të jetë i konzrueshëm për të mbrojtë dhe për të evituar çdo tendencë të Kurajshve për eliminimin e pejgamberit alayhi sallam dhe shokëve që ishin me ta. Por beduinët realisht nuk u përgjigjen pejgamberit sa nga se to normal nuk ishin të gjithë në nivel të njëjtë të besimit. Ata filluan të arsyetohen se jemi të zënë me familje, kemi punë rreth tokës tonë kështu me radhë, por na vjen shumë keq që nuk po mund të vim, kërko falë tek Allahu për neve, edhe pse Allahu azza wa jall e përmeni se atë që e thonë nuk e kanë në zemrat e tyre. Atë që e thonë, atë arsyetim, atë keqardhje e kanë vetëm nga maja e gjuhës, ndërsa nuk janë të sinqertë në këtë pretendim. Me pejgamberin u nisën 1400 vetë. Në ka transmetime që thonë 1500, 1600, po shumë nga dietarët që janë marrë me këtë çështje dhe me argumentet që domethënë flasin për këtë temë, kanë ardhur deri në përfundim se kanë qenë afërsisht 1400 vetë. Të ndërruar shikues, këtu do të ndalur pak. Shikoni për shembull këtë refuzim të beduinëve. Jo gjithë, po fisëve të caktuara, njerëz të caktuar që nuk i përgjigjen pejgamberit alayhi salatu wasalam. Disa njerëz u vjen mundësia që të jenë pjesë e projekteve të madhore, që të jenë pjesë e punëve të mëdha, që të jenë pjesë e një nisme të rëndësishme. Dhe privohen nga kjo, nuk marrin pjesë, domthonë nga arsye banale, nga arsye absolutisht të qëndrueshme. Fara nuk qëndron ato arsye. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i ftoi për të mirën e tyre, që ata të vinë në Ka'bë, madje edhe për me mbrojt pejgamberin ashtu se duhet, dhe kjo është në të mirën e tyre. Nga se ti rish afër pejgamberit alayhi salatu wasallam, ta ndihmosh dhe ta mbrosh është në mirën tënde. Nga se Allahu të shpërblen shumë fish dhe Allahu të mbron e të ruan, me çti po e mbron e po ruan të dërguarin alayhi salatu wasallam. Por ata nuk erdhën. Dhe Allahu xhallahu ala të ndëruar shikues këtë e ktheu ku te problemi i zemrave. Do thotë realisht njerëzit që besimi i tyre ende nuk e ka dominuar zemrën. Ata që besimin e kanë formal, ata nuk mund që të përgjigjen çdo situatë. Për shkak se zemra nuk është e mbushur besim. Zemra nuk është e ndërtuar me kuptim të drejtë të fesë. E zemra është ajo që i lëviz gjymtyrët e njerëzve në raport me veprimet e caktuara. Zemra është ajo që merr vendimin e duhur.
Me zemra është e dobët, nuk është e mbushur besim, atër edhe për të situata vendimi nuk mund të mirët edhe aq lehtë. Prandaj ne gjithmonë flasim për ndërtimin e zemrës, për përmirësimin e zemrës, për mbushjen e zemrës me besim, për dobësimin e ndikimit të epshit mbi zemrën, për kufizimin e ndikimit të epshit në jetën e njeriut. Qase njeriu nëse e lejon që epshi i tij të dominon, madje edhe të ketë, domthonë ndikim në vendimmarrje, atëherë njeriu gjithmonë do të merr vendime që përputhen me konformitetin e tij, rahatinë e tij, kënaqësinë e tij, dhe nuk është në gjendje asnjëherë që të sakrifikon, të përpjeket, munohet, nga se kjo është ja prish konformitetin dhe rahatinë e tij. Prandaj epshi nuk i shërben asnjëherë njeriu për kauza të mëdha, nuk i shërben asnjëherë për punë të mëdha. Kështu që edukimi i zemrës dhe forcimi i zemrës me besim është ai që garanton besimtarin që të merr vendimet e duhura në situata të ndryshme, madje ato që janë kritike dhe mund të jenë edhe me rrezikshmëri, me rrezikshmëri të lartë. Se qoftë këta refuzuan, të tjerët u gëzuan shumë dhe u mbledhën afër 1400 nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe këtu mund të marrë një dobi. Të ndruar shikues. Kjo ngjarje është në vitin e 6 të Hijretit. Domthon 6 vite pas shpërnguljes në Medinë. Pejgamberi sa kanë atë Mekë? 13 vite. Dhe 6 vite në Medinë, 19 vite. Don pas afër 20 viteve, don pasues besnik të gatshëm të përgjigjen çdo kohë ishin 1400 vjet. Domthon numri i vogël. Mirë po, do me thënës, këta realisht ishte edhe bardhës të misionit. Sëstin nga ta ishte një yll që shkëlqente, ndryqante në qiellin e besimit dhe adhurimit të Allahut te barekuhu teala. Andaj pejgamberi alayhi salatu u përkushtua që në fillim të ndërton një bazë të fuqishme të njerëzve që do ta bartin misionin. Një infrastrukturë stabile që ata do të jenë garanca e vazhdimësisë së këtij misioni. Bardhaj të ndruar shikues, dallon për shembull kur dikush beson, adhuron, mirë po është pasiv në pjesëmarrje të projekteve caktuara për ndryshim, për përmirësim e kështu me radhë. Ai adhuron Allahun xhalla xhelaluhu në individuale, domthonë nuk ka ndonjë ambicie më tepër se kaq. Por ata që janë ambicioz, ata që kanë breng ndryshimin e gjendjes, përmirësimin e situatës, ata nuk janë gjithmonë shumica e popullit, ata janë gjithmonë pak. E mbi ta pastaj njerëz e ndërtojnë edhe sakrificën e tyre. Por ata janë të parë që e ndezin shkëndijën e ndriçimit dhe hapin korridoret e përmirësimit të situatës. Prandaj kur nuk duhet më marrëtu nga masat e mëdha të njerëzve, kur nuk duhet marrëtu nga pompoziteti i madh i masave. Qase ato mund të japin një përkrahje kohë caktuar, por jo gjithmonë janë të gatshëm të qëndru afër. Aja që garanton stabilitet janë pikërisht individ që është dhënë mund për edukimin e tyre, për rrënjosjen e kuptimit të duhur në zemrat e tyre. Prandaj të ndrosh shikues, do çdo kush nga ne që të edukon anëtarët e familjes, që të fillojmë nga vetvetja dhe familjarët, të mbushim zemrat besim në Allahun te barekuhu teala. Të edukojmë fëmijët tanë, familjarët tanë në udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam, që pastaj të shërbejnë si duhet Allahut me adhurim, pastaj edhe vendit e popullit me atë që duhet bërë në raport me ndryshimin e gjendjes dhe përmirësimin e situatës dhe ndriçimin e të ardhmës. Masat mund të grumbullohen lehtë, mund të shpartallohen lehtë, dhe nuk duhet gjithmonë të kalojmë në masa të mëdha. Por duhet shikuar sa janë besnik me të vërtetë, sa janë ata që me të vërtetë kanë qëndru si duhet. Ne kemi parë në situata të kaluara në vendin tonë, njerëz që kanë qenë bashkë të proceseve, njerëz që kanë qenë domthonë të gatshëm të sakrifikohen e kështu me radhë, nuk kanë qenë shumica, kanë qenë pakica. Të tjerë kanë qenë më tepër shikues e pastaj bashkë nga situata dhe kanë reaguar. Pastaj mundësit nuk ka qenë që të gjithë përgjigjen. Se do qoftë, nuk duhet që ty të ashtunë në ndarje kështu, po duhet të them që realiteti ka qenë ky. Pak kanë që ata që kanë pas guximin me lëviz,
procesin. Kur ka lëviz procesi edhe kur ka nis puna, po pastaj njerëzit kanë filluar më ungjit gjithmonë më shumë, çdo etapë të procesit janë gjithë më shumë. Po kush e ka lëviz procesin? Kush e ka pas guximin? Kush e ka bërë plakadanin? Kjo është më rëndësi që ta kuptojmë se jo gjithmonë masat e bëjnë këtë. Zakonisht njerëzit në masë më të vogël, por që janë të vendosur, janë të edukuar dhe janë të brimosur në besimin e duhur në Allahun te bareka u taala. Andaj këta vazhduan me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i dërguari alayhi salatu wasalam u pasrua, veshi rrobat domthon e përshtatshme për domthon për udhtim dhe u ndal në Dhul Hulejfe. Dhul Hulejfe është kufiri, domthon në dalet Medinës, ku çdo umrexhi që do të bën umrën apo haxhi që nis nga Medinja, duhet që aty në Dhul Hulejfe në atë pjesë aty të ndalet, apo nëse s'ka mundësi të ndalet nuk prish punë, por duhet që prej aty ta bën jetën e umrës, jetën e vizitës së Qabës, ka për haxh, ka umrë, po çka do qoftë, nga ato që kanë të bëjnë me vizitën e veçantë të Qabës, qoftë umra apo qoftë haxh. Pejgamberi u ndal në Dhul Hulejfe, fali drekën dhe vazhdoi rrugtimin të ndëruar shikues drejt Medinës, dua të them drejt Mekës. Bëri një umrën dhe aty pastaj edhe i shënjoi 70 nga devet që kishte bërë njët t'i therte në Qabë. Dhe është një traditë se devën apo delen çfarë lloj kafshë që do njëri me e therë në Qabë, e ka mundësi me marrë nga vendi i tij, sikurse pejgamberi për ato kohë, se sot tash baktia nuk bartën kështu, por në atë kohë pejgamberi ka marrë me veti dhe 70 deve i shënjoi në mënyrë të caktuar, sikurse shënjohen devet, që dihen nëse përzihen gjatë rrugës me devet e tjera, të dihen se këto janë deve që janë bërë njët të therrën për Allahun në haram dhe atje shpërndahet mishi i tyre. Unes pejgamberi alayhi salatu wasalam për në Mekë. Nuk synonte, domethënë, asgjë tjetër për se vizitës së Qabës. Madje armatimi që kishte me vete ishte armatim personal. Në atë kohë, që dilte me atë armatim njëri në rrugë, një shpatë e thjesht brenda e futur në këllëf, asgjë më tepër se kaq. Nuk ishte për shembull me vete ato armët asaj kohe, qoftë pramushtizat apo shigjetat që gjujnë largë kështu me radhë, nuk ishte nga këto asgjë. Një shpatë në këllëf dhe rrugës, për të mbrojtur nga rreziqet e rrugës. Tregon të qartas se synonte vetëm, synonte vetëm vizitën e Qabës. Unes pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndëruar shikues për në umrë, vizitë e zakonshme. Këtë arabët vizitonin Qabën pa asnjë problem. Unes pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe Qurayshët, domthon, morën lajmin. Dhe kur morën lajmin, domthon, u shqetësuan shumë. Madje edhe ndërmorën masa që ta pengojnë edhe ushtarakisht pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pejgamberi sa nisi para vetes tij, domthon Bishr ibn Abbad, një nga shokët e tij, e nisi me disa kalorës që ata të vëzhgojnë situatën. Normal, pejgamberi nuk i lënte asgjë rastësisë. Merrte gjitha masat e duhura, që gjitha shkonte si mas miri. Andaj, këtë që më herët që shikon mos vall ata po përgatitin, mos ka ndonjë kurth, mos ka ndonjë ushtri që i pret, që të më të gatshëm, të ndojnë rrugën, të ndalen, të vazhdojnë, por të marrin vendime në bazë të informatave. Nga si informata shumë rëndësishme. Dhe dërgoi pejgamberi këta njerëz, don një lloj si të them një siti që mbledh informata dhe në rast se kishte diçka të rrezikshme, ti sillte pejgamberi azam sa më shpejt informatën që në bazë asaj të marrte vendimet e duhura në raport me vazhdimin e udhimit apo ndryshimin e kohjes. Vazhdoi pejgamberi të ndrosh shikues dhe posa kaloi domthon largësi nga Medinja dhe filloi të afrohet Mekës, filluan mos edhe më të mëdha kurreshtë e Mekës të shqetësohen. Dhe pejgamberi mori lajme se ata po përgatiten për sulm. Pejgamberi nuk ka me luftu. Ata ishin përgatitur për luftë. Nëse pejgamberi ishte me deve, dhe te arabët kjo ishte zakon i njohur, ishte rregull, lloj kushtetute.
kur njeri kishte marrë devet, i ka shenjuar devet, dhe shenjat shiheshin në qafat e deveve, se janë për të therë në qabe, dije se kjo nuk ka luft më. S'ka luft. Plus asaj shpat në këllëf, as të nxjerra shpatat, as armatim tjetër për saj, të veshën me hirama, si mu lufton njeri në hirama. Hirama nuk lejan lëvizjen e letë. Gjitha këto dhe shumë të rekshin shenja të qarta se pejgamberi ndonë të vizit në qabës. Mirë po ata u shqetësuan. Nga qka u shqetësuan të ndroshë shikos? Shikoni, ata nuk e këshin problem me lonë pejgamberi së më himë rana në qabë. Se për këtë atyne, nga se e besonin atë që tha pejgamberi së më. Ata e dinin se i dërguar që nuk mashtron. E dinin, e këshin testuar shumë herë. Pra nuk është e probleme sa ata friksoshin se po hinë në Mekë e pastaj në befasi u amër qabën. Nuk bënde kështu pejgamberi së më. Veçanërisht jo përmes një simboli sikur se ishte umreja, që një simbol i paqes, i mirëkuptimit, të shndrohet një simbol të tradhtisë dhe martimit. Kur këtë nuk e bënte pejgamberi alayhis salam asnjëherë. Mirë, po çka ishte frika tyre? Ishte frika tyre se arabët thonë hyri Muhamedi dhënshëm në Mekë e nuk patë mundësi Kurajshit me ndal. Domethënë fjalët e njerëzve. Kurajshit të ndrohen shikues këtë e vuanin shumë. Çka thon arabët? Çka bujnë arabët? Çka bujnë këta? Madje edhe për këtë refuzuan pejgamberin alayhis salatu wasalam, nga sa ata ishin kujdestarët e qabës dhe në qabë kishte idhuj dhe ata kujdeseshin për idhujt e fiseve. Dhe kur erdhi koha që të bënë musliman, me që erdhi shpallja pejgamberi sa ishin të parët që dëgjuan shpallin, nuk u bën musliman. Pse refuzuan? Jo pse dyshonin në vërtetësinë e pejgamberit, sikur se kemi sqaruar. Jo për faktin se ata kishte argumente dhe me to mpashtën kushtimisht argumentet që erdhi me to Muhamedi alayhis salam. Jo për këtë, për një arsye të vetme. Çka thon arabët? Ku mbet fytyra jon, imazhi jon, ku është pastaj kënaqëria jon? Do thonë një çaban delesh, një njeri domthon që realisht s'ka pasuri, i bindi gjithë dhe i bëri për vete. Domthon sa njerëz e psojnë të ndrosh shikues në këtë dunjë për shkak të fjalëve të njerëzve. Sa ka njerëz që nuk falet, pse? Tani thonë njerëz djali e ka bind. Sa ka për shkak që nuk lejojnë që të mbulohet vajza e tij, jo për shkak se ai ka problem me shamin, po tani thonë njerëzit jo kështu e kështu. Po çka njerëzit thonë gjithmonë? Njerëzit flasin gjithmonë. Shiko këta, domethënë, ishin në gjendje me luftu me pejgamberin e son, mos me lu me në qabe, pse? Se thonë njerëzit. E pse po thoni kështu thonë njerëzit? Po nëse thonë ndryshe njerëzit. Jo, thonë njerëzit ka hi me dhunë, ka hi domthon pa marrveshje, realisht i ka nënçmu Kurajshit, i ka përbuz, e ka shkel realisht integritetin e tyre edhe politike, edhe domethon dinitetin e tyre kështu me radhë. Kush thonte kështu? Këto ishin realisht paranoja të Kurajshve, paragjykime djallëzore që i shtynin të bëjnë veprime të pamatura dhe të pahishme dhe jo njerëzore. Prandaj të ndrosh shikues, sa herë për shkakun njerëzit mes vete edhe në familje kanë probleme, jo për shkak të tyre, për shkak se ata smiren vesh ose për shkak se ata kanë mosmarrëveshje, po kryesisht shumë probleme familjare ndodhin për shkak të tjerëve, ndërhyrjeve të tjerëve apo frikës që ka thonë të tjerët. Jetoni për jetën juaj. Jetoni për vetën e juaj. Jetoni të lirë. Mos bëhemi peng i fjalëve të njerëzve, i qehve të njerëzve, i tekeve të njerëzve. Ka njerëz që tashmë për shembull dasmën ka më bë. Bën shpenzime marramendse për te mundësive ti. Madje edhe me veprime që nuk është Allah i kënaqur. Me alkohole, përzierje, pastaj veshje të mërshme, domthon që aty ndodh gjithë e dim se si shkohet në për dasmë sot. Pse bën këtë? Që tjerët me pa çfarë dasmë bëjnë. Çfarë dasmë? Pse më tjerët? Lej tjerët me punë të veta. Bënë dasmën halal. Bënë dasmën që Allah është i kënaqur. Lej fjalët e njerëzve. Merru me fjalët e Allahut. Çka Allahu thot për këtë dasëm? Çka Allahu thot për këtë gëzim? Çka Allahu thot për këtë veprim? Ai çka thot? Po fatkeqësisht tek shumica e njerëzve, çka thot Allahu është e fundit. Madje edhe jo shumë rëndësi. Më rëndësi është
çka thon njerëzit. A kanë me pëlqy njerëzit këtë dukje? A kanë me pëlqy njerëzit këtë pamje? A kanë me pëlqy njerëzit këtë veprim e kështu me radhë? Njerëz që kanë me thonë, çfarë po thonë? A ju pëlqeva po? A falshin mira? Fjalë njerëzve. Hije plon shkon ajo. Sot flasin mirë, vallahi nesër flasin keq. Sot ju ka pëlqy, nesër ju pëlqen, ju harron që ju ka pëlqy sot. Njerëz janë këta. Vazhdojnë tutje jetën e tyre, nuk mirën fare me ty. Do të ne mbetemi peng të çeve të njerëzve. Madje Abu Talibi, agja i pejgamberit alayhis salam të ndërruar shikues. Ai beson të s'është dërguar i Allahut, ka sa i shet të shenja. Ai njëte shumë mirë nipin e tij, e dinte. Dhe posa don të bënte hapin e Islamit, çfarë thonte? Ku po mbet Abu Talibi? Ku po mbet Abdul Mutalibi, baba i tij? Ai ka vdekur këtë, tash thonë që e tradhoi babën për nipin. Do të thonë njerëz, në pikër për shkak të fjalëve të njerëzve, Abu Talibi doni nga dunia i dhujtar. Fatkeqësisht. Andaj të ndërshikues, po njerëzit nuk duhet më njëru gjithmonë, por duhet me pas një kufi. Kur për shembull ruhemi, kur për shembull nuk bëhemi sebeb me provoku njëri tjetrin. Po ka një hapësirë. Mirë po, jo që kjo tjetë dominante në jetën tonë, jo që tjetë kjo, domethënë, alfabeti, abeceda e veprimet tona. Çka thot kjo, çka thot ajo, çka thot ata. Pse? Andaj këta e penguan pejgamberin son. Dhe e dërguan Khalid ibn Walidin me afër 200 kalorës parnoni për ta provokuar pejgamberin që të futen në konflikt e mbetej. E pejgamberi u dërgon të vazhdimisht shenja se nuk jemi nis për luftë. Dëshirojmë të adhurojmë Allahun në Kabe. Kaq kemi ardhur me madhnu Zotin e Qabës në Qabe. Dhe këtë e dinin arabët shumë mirë. Pejgamberi të ndëruar shikues, kur pasi është afru Khalid ibn Walidi, kishte ardhur koha e drekës. E fali kohën e drekës dhe përfundoi namazin. Khalid ibn Walidi tha, e patëm shansën t'i godasim duke u fal, befasimi i godit. Por e dinte se do të vijë koha e namazit tjetër. I kindis. Andaj, e përcëll të rrjedhën e ecës së pejgamberit alayhis salam, që kur ndalin herën tjetër që të falen, në befasi t'i godasin pas shpine. Shikoni çfarë pabesie. Çfarë domon planifikimi tradhtar. Me i vranë njerëz namaz. Duke u fal, me ihrama, në Qabe ka shku. Dhe kjo është dëshmi të ndëruar shikues, se ai që s'ka frikë Allahun, kurgjë për të s'ka të shenjtë. Wallahi kurgjë për të s'ka diçka me vlerë. Me vlerë është inati i tij, mendimallësia e tij, domthon interesi i tij, por jo tjerat. Jo tjerat. Prandaj domthon me sulmu njerëzit, qoftë në kish, është të mërshme. Me sulmu në sinagogë, kudo që ata adhurojnë Zotin e tyre, në paqen e atij. Pse me sulmu? Pse me prek njerëzit? Apo që shka ndodhë fatkeqësisht sa raste, sulmojnë muslimanë në përgjamia. Sa sulme ka ndodhë fatkeqësisht janë vrarë njerëz duke u fal. Tash patëm edhe një sulm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku realisht u vra roja i xhamisë, edhe u vran disa besimtarë duke u fal. Deshti Allahu që ky roja ishte domthon i fuqishëm edhe pengoi sulmuesit sa aty realisht mund bëjmë masakër i papar mbi njerëz të pafajshëm me fëmijë që kishin ardhur Zotit më dhuron në xhami. Pse kjo rretje? Pse kjo rretje? Pse njerëzit duke u fal, kthim ka Allah i manduar, domthon me i pren besë. Me i vra, me dirë gjak në shpitë Zotit, pse? Kush e ka dhonë këtë leje? Inati, epshi, arroganca, urrejtja, që realisht te kalon gjithë dimenzion njerëzor dhe human. Mirë pa Allahu Azhjel e mbrojti pejgamberin nga kjo kurth. Dhe para se të ikindia, Allahu Gjellora përmes meleku Gjibril i shpalli pejgamberit alayhis salatu wasallam ajetet e namazit të frikës. Shikoni mëshirën e Allahut te bartala. Dhe shikoni të ndrudhëzër mesazhin e rëndësishëm të Allahut te bartala. Po rrezikonin që të vriteshin. Jeta është më rëndësi. Dhe Allah nuk e la pejgamberin që të falet edhe pse mund vriteshin. Dhe që kjo të konsiderohet një vdekje fisnike, nga se ke vdek duke adhuru Allahun xhallahu ala. Jo kështu. Allahu i zbriti pejgamberit alayhis salatu wasalam çfarë? I zbriti ajetet që flasin për namazin e frikës. Çka është namazi i frikës? Namazi i frikës është
një namaz i rëndom, sabahu, dreka, ikindia, akshami, yatsia, këto namazin më rëndësi, jo namaz i hiri, jo namaz i frikës i ri, jo, dreka. Është quajtur namaz i frikës se falet në situata të rrezikshme, ku njeriu ka frikë se mund sulmohet nga armiku. Në befasi dhe nuk e ka armën afër, qase kërkush nuk falet me armë. E pastaj erdhi lehtësimi që të falen në mënyrë që edhe falen namazin bashkë me xhamat, por edhe pastaj përmes formës së caktuar të namazit disa vrojtojnë e disa shkojnë sejdë. Kur këta kryejnë sejdë, ngritën këmbë, këta pastaj vazhdojnë me sejdë. Tani ka disa forma namazi i frikës. Nuk duhet që tash futem në detaj si falet, por është një namaz që garanton namazin kolektiv mes besimtarëve dhe gjithashtu vëzhgimin e vazhdueshëm ndaj armikut dhe duke i pas armët afër. Allahu tha, domthon që të falen me armë dhe të marrin mas e duhura për mbrojtje. Dhe kjo është bukuria e Islamit, apo shikos. Kjo është bukuria e Islamit. Allahu Azza wa Jall, domthon i mëson besimtar edhe për situata të tilla, si të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm. Prandaj ne nuk duhet që për shkak të adhurimit, për shkak të përkushtimit, për shkak të sinqeritetit ton, të kalojmë në situatë të naivitetit, të kalojmë në situatë të shpërfilljes totale ndaj fushatave dhe lëvizjeve të armiqve të caktuar që presin momentin e caktuar e na bëjnë dëm format e ndryshme. Duhet me qenë suqel, po na vazhdojmë me besim, me adhurim, me rrugtimin tonë si besimtar, vazhdojmë tutje. Mirë po gjithmonë duhet jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm, të përcjellim lëvizjet e çdo kujt i cili realisht dërgon shenja armiqësore, i mbush urrëtie që na e don shkatërimin, na e don eliminimin, na e don tërsimin. Ne jemi të vëmendshëm edhe të përcjellim këto lëvizje. Ne jemi të kujdesshëm që dim të reagojmë në çdo situatë si duhet. Në çdo situatë si duhet. Andaj Allahu xhallahu ala mësoi dhe kur e namazi i kindis halë më rriti deshti me godit, po nuk pat mundësi. Nga se disa faleshin, e ata të tjerët ruanin pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe ata faleshin, por duke pas kujdes që nëse ndodhi çka, ata ishin të gatshëm të reagonin. Pejgamberi sa pastaj i tha shokëve të tij, a dini dikush në rrugë tjetër, nga se halë më rriti qëndronte mes pejgamberit sa dhe Mekës. Domthon, nëse do të vazhdonte rrugën e pejgamberit, domosdoshmërisht do të ballavaçojë me ushtrinë e Khalid ibn Walidit. E tha, a din dikur në rrugë tjetër? Unë kretë njëri tha, po unë e di dërguarin e Allahut. Dhe unë nisë pejgamberin në rrugë të vështirë, me skodrineve, domthon që ishte rrugë me gur, rrugë e vështirë e kalueshme. Atë rrugë e preferoj që të shmang ballavaçimin. Që tregon se s'ka marrë me luftu. Ai nuk ishte frikë nga ushtarët e Khalid ibn Walidit, nuk është e frikë. Ai është gatshëm të luftojnë. Madje në varë të provokimeve, dikur tha pejgamberi sa, nëse nuk donte që shokët e tij, domethënë ti mbante peng çfarë do të ndodh. Donte që të merrte mendimin e tyre. Tha nëse u marr mendja, vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tutje. Dhe na ballavaçohemi. Ose po shmojmë konfliktin, vazhdojmë rrugën tonë, e kush na del në rrugën tjetër, atëherë normalisht që ballavaçohemi. Ebu Bekri radiallahu anhu çka tha? Tha o dërguari i Allahut, nuk jemi nis për luftë, jemi nis për umra. Prandaj vazhdojmë rrugën drejt loginës dhe drejt, domethënë, disa kodrinave të vështirë të kalueshme, megjithatë shkoi pejgamberi alayhi salatu wasalam, kaloi derisa doli në rrugë të lehtë drejt Mekës dhe vazhdoi tutje derisa arriti, domethënë, në Hudejbie. Nga se pat mundësi me vazhdu për Mekë, por kur kuptoi që realisht mund të ndodhte konflikt në hyrjen e Mekës, betejë, gjakderdhje, atëherë pejgamberi sa u ndal në Hudejbie. U ndal don para se të hynë tek haremi, që të shikonte se si po rrjedh situata. E në këtë situatë, domethënë, njëri prej domethënë aleatëve të pejgamberit nga fisi Khuza, shkoi te kur ishte Mekës e u tha, njëri është nis për umre, nuk don me bu luftë. Nuk do me bu luftë. Nga sa e kishte treguar pejgamberi dhe pejgamberi nuk thon kët mesazh. Atëherë tha, njëri po don mirë me bu. Reagimet ishin dy lloje. Njerëz me ndjelet, disa trin
Ta në hes kem që me dëgju për çka u nisej. Na drejt edhe luft. Njerëz me drejt shumë bojnë. Nuk mendojnë pasojë. Ndërsa njerëz të pjekur thanë prit pak. Pa e dëgjojmë çka po thotë. Dhe filluan tash me dërgu delegacione, domthonë në Hudejbie që të shikojnë se a do të ketë mundësi që ta bindin pejgamberin të kthehet e pastaj të vjen herën tjetër me mirë kuptim dhe marrëveshje me Kurajsht e Mekës. Pejgamberi alayhis salam për të treguar gatishmërinë për marrëveshje u ndan në Hudejbie. Për të treguar pejgamberin gatishmërinë për marrëveshje, çai direkt selam tek ata. Ju ka lodh lufta. Shikoni çka keni bëu vetës me luftë. Ka stagnuar zhvillimi i Mekës, ekonomia, domthonë nami ju i ka rënë më të madhe. Çka keni bëu vetës? Dhe prapë tha pejgamberi, ajo që kërkon nga ju është më leni të qetë mua dhe njerëzit, aq, kur që më tepër. Nëse hyni në atë që hyn njerëzit, shpëtoni edhe udhëzoheni. Nëse nuk hyni në atë që hyn njerëzit, s'paku i ndërhat nga lufta. Kaq, në dy situata ju fitoni nga marrëveshja për paqe. Dhe Kurajsht e Mekës hezitonin të ndëruar shikues dhe donin që realisht ta kthejnë situatën komplet në favor të tyre në dëm pejgamberit alayhis salam, por i dërguar sa bën të sabër. Shikoni, ata ishin shtëpitë e tyre. Ata ishin rahat. Pejgamberi ishte ku? Në Hudejbie, nxet me tenda domon udhëtime. Madje edhe kishin problem me ujin. Ishte një post i vogël Hudejbie që thash, po ai ushtri e madhe 1400 vet, veç abdes me marrë me pi ujë, devet me pi ujë. Ku me marrë atë ujë? Ishte post i vogël dhe ishte shterur zatën në atë kohë, kishte mbetur pak. Njerëzit merrnin vetëm nga pak, sa për me i bëj çfarë vetës. Andaj Kurajsht e Mekës vënonin procesin. E dërgonin një, që kene më sharu. Gjitha këto provokime, gjitha këto sërzgjatime, bën të sabër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bën të sabër. Nga se çka u tha? Wallahi, nëse veç një mundësi e japin, që të madhnohet vlera që Zoti e ka madhnuar, unë kam jap atë mundësi. Dhe unë çka është atë që e ka madhnuar Zoti? Allah e ka madhnuar gjakun. Nëse japin një mundësi që të ndalë gjakderdhja, që të ulen tensionet, që të ndalet vllavrasja, një mundësi e të jam për këtë, unë kam jap mundësi me një herë. Në shika, nuk fëlte kushtet e ti të marrëveshjes. Çka do koftë, veç të nalim këtë tension, të nalim këtë urrëtie. Në që vallai, kjo çështje pejgamberi sa jo që është paqësore, po është përtej paqësore, shumë njerëzore, shumë e qartë, nuk ka marrë me luftë me juve, nuk ka marrë për konflikt, ka marrë me adhuru Zotin e manduar. Pra ndër ndërruar shikues, ka disa njerëz për shembull, ka disa njerëz adhurimin e besimtarëve kuptojmë si kërcënim. Po na çka bëjmë? Na Allahun pa adhurojmë. Nëse shkojmë çabe, shkojmë me paratë tona. Nëse ndërtojmë xhamin, ndërtojmë me paratë tona. Nëse mbushim xhamit, po na mbushim popullin, vani jonë mbushim. Nëse rinia kthehet në fe, çka është problem këtu? Nëse shtohet numri i vajzave tona që mbulohen dhe i përgjigjen Allahut te varto në urdhën e tij për të mbuluar gruaja, çka ka këtu kërcënim për dikon? Pse dikush duhet të mobilizohet sikurse me qenë luftë, ka shi dukurive të tilla që realisht janë produkt i lirisë dhe i vendimmarrës së lirë për çdo që realisht jeton në këtë vend. Prandaj ai umre këta e konsiderojnë si luftë. O ka marrë umre të bëj. Megjithatë, ata e çka thonë tjerët, e çka bujnë tjerët. Do sikurse duket e ngjashme edhe me kohrat tona që disa nganjëre parafrazojnë fatkeqësisht, domethënë fjalë, ku e di çfarë, çka thonë tjerë, çka kanë thënë tjerët, s'kan thonë kurrë, as po thonë, jo po thoni. Dhe pejgamberi sa qëndronte në Hudejbie, në vap, mungesë ujit, i veshur me hirama, i përmenduar për çabën, e ata çabën ata dërgonin njërin, ai kthehej. Hajtë edhe një. Atë çka i bën me çun një Hudejbie deri në çabë, nuk është ajo punë 5 metra. Ne shikues aty ishin afër 50 kilometra. Nëse i bën njëri më anë Hudejbies e më kthyi prapë. Atë sa ato me deve. Ishte punë, domon, ndoshta një delegat vinte, një ditë shkonte.
Kthehej pa kuptim. Prap i dërguar preste aty. U ankuan shokët e pejgamberit se nuk ka ujë. Dhe pejgamberi alayhis salam të ndroshë kuat normal, i ndihmuar nga Allahu kështë e pejgamber, dhe ati i ndodhin mrekulli, me ndihmën e Allahut të manduar, dhe këtu na besojmë në to. Atëherë tha pejgamberi, merrni këtë shtizë e vendosni tek pusja aty, tek burimi. Shtizën e tij që nxori nga çanta e tij. Dhe e vendosën, domethënë në mes e pusit dhe filloi me dal ujë i madh që njerëzit realisht pinin devet gjitha dhe mbetin nga ujë. Bereqeti Allahut azhjal. Bereqeti Allahut te bareka ve taala. Pra ndër shikues pejgamberi alayhis salam nis me umre, por kurësht e Mekës aq shumë e problematizuan këtë çështje, aq e aktualizuan, domethënë pa asnjë drejt, pa asnjë hak dhe e shndruan në realisht luftë. Tentuan që edhe të ketë konflikt për gjakt në Mekë, e që këtë nuk e bëri pejgamberi. Gjitha këtyre kurthave, tendencave në të ulta, ju shmang pejgamberi alayhis salam me urtësi dhe me shpallët e Allahut mënduar. Andaj ne duhet të marrim mësimet nga gjitha kjo të ndërruar shikues, se pejgamberi alayhis salam me gjithë veprimtarinë e tij dëshmon të vërtetë se ai ka ardhur që njerëzit t'i kthejnë tek Allahu i mënduar. Nuk kërkonte nga ata as pushtetin e tyre, as tokën, as pasurinë. Kërkonte që zemrat e tyre t'i kthehen Allahut, e t'jekin dorë nga idhujtoria, e t'jekin dorë nga zakonet e këqija, e t'jekin dorë nga pasimi i epshit, e t'jekin dorë nga shtypja, padrejtësia, e kështu me radhë t'i kthehen Allahut i mënduar dhe të jetojnë me udhëzimet e Zotit, i cili u don të mirën, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Por fatkeqësisht, sikurse e cika në fillim, edhe tash në fund, ka njerëz që këtë nuk e vlerësojnë. Ka njerëz që këtë realisht nuk e marrin si të mirëqen për tyne. Ka njerëz që i thret për të mirë e kanë si kërcënim. Pa kuptim, po ja që ndodh kjo fatkeqësisht. Ka njerëz që kalkulojnë me epsh, kalkulojnë me interes të përkohshëm, një kënaqësi të përkohshme, nuk kanë aftësi që të kalkulojnë në shtigje më të gjata, në pasoja më afatgjata, nuk kalkulojnë kështu. Kalkulojnë ngushtë në këtë dunjë, në këtë jetë shkurtër, me kënaqësi të caktuara dhe kaq. Ndërsa Allahu na ka mësuar përmes pejgamberit që të kalkulojmë për te gjitha këtyre çështjeve, që të kalkulojmë për te tërë kësaj, që të mendojmë edhe për dunjë, por edhe për ahiret. Prandaj u llogërua pejgamberi në Hudejbie dhe tashmë preste që të vinë për të negociuar. Për të negociuar. Dhe ishte i gatshëm të ndërrosh shikues edhe të kthehej. Për mendoni. Për një marrëveshje që garanton stabilitet, për një marrëveshje që garantonte armpushim, gjitha këto kilometra, gjithë këtë përmallim, prap të kthehet vetëm që të garantuaj një paqe më afatgjate dhe të garantuaj një hapësirë normale dhe e drejtë që i takon të pejgamberit që të komunikonte me njerëzit, pa u penguar nga kurresht e Mekës. Ai asgjë nuk kërkoj më tepër se kaq. Më lejoni që të komunikoj me njerëzit e t'u tregoj çka më ka thënë Zoti për ta. Kaq, asgjë më tepër. Kishin drejt në kohën e tyre, domthonë të flisin magjistarët, gënjeshtarët, fallgjorët, matrapazët, të gjithë kishin drejt të flasin me njerëz të tjerë, të ishin njerëz të lirë që të besojnë çfarë duan. Ky fesë kishte këtë idhull, ky fesë kishte këtë idhull, e kështu me radhë. I vetmi që i dërguar që ishte i privuar nga kjo drejt që të komunikonte me njerëzit. Pse valla? Për shkak se e dinin se ku është e vërteta. Vallai sikur mos të kishin frikë se kjo është e vërteta dhe të dhuronte pallavrat e tyre dhe bestyt e tyre, nuk s'më pengu kurrë. Ja s'kemi pengu kurrë. Po pse e pengonin pejgamberin? Për çfarë pengonin? Për shkak se ishin të bindur se kjo është e vërtetë që ja kanë pasur frikën gjithmonë. Po erdhi do të shpërthllonte errësirën që ata e kanë futur mes njerëzve për të manipuluar më lehtë dhe për të keqfryzuar më shumë në favor të interesave të tyre personale. Allahu na ruaj. Mirë, po pejgamberi sa ishte më i zgjuar se ata dhe nuk lejonte që një konflikt i cili mund të ngushtonte hapësirën dhe të shtonte barierat të ndodhte mes kurreshëve të Mekës dhe pejgamberit alayhis salam, veçanërisht në kohën që tashmë veç misioni po merrte një lloj shtrirje dhe një lloj avantazhi të pandalshëm
jashtë kufive të Medinës. Të ndëruar shikues, me pejgamberin ishin 1400 vetë. 1400 vetë. Domethënë deri në vitin e 6. Për 2 vjet u shndruan në dhjetra mira të tjerë besimtar. Për treguar se sa ishte më rëndësi marrëveshja e Hudejbjes dhe sa pak kohë ju desh pejgamberi që në paqe veç të komunikonte me njerëzit, veç t'u shpalas të misionin, ata të përqafojnë atë që kishte ardhur me te Muhamedi alayhi salatu wasallam. Çka ndodhi në Hudejbje? Kush erdhi me negociu? Si zhvilluan negociatat? Dhe pastaj si u korrelizua gjithë ky, domethënë, negocim maratonik në fund, dhe si pranoi pejgamberi disa kushte që ishin të papranueshme për shumë nga shokët e tij, por ai pranoi. Dhe doli se ai kishte mirë. Gjitha këto dhe të tjera inshallah në emisionet e ardhshme. Për sonte me kaq po e përfundojmë. Zoti xhallal xhelal na mësoft e na mundsoft që të ndjekim me besnikëri e sinqeritet udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, udhëzime që garantojnë stabilitet, mirëkuptim mes njerëzve, qetësi dhe paqe. Këto mësime që garantojnë lirinë e njeriut, garantojnë pasurinë e tij, garantojnë dhe ruajnë jetën e tij, nderin e tij, familjen, shoqërinë dhe vendin e përgjithësi. Këto udhëzime që realisht janë dëshmuar për gjatë shekujve se kanë ardhur me ndërtu njeriu së pari. Pastaj ky njeri ndërtuar të ndërton hapësirën që është për rrethti me besim në Zotin dhe dashuri e respekt për njerëz e tjerë që në emër të këtyre udhëzimeve të ndihmon të gjithëve ta gjejnë rrugën e të udhëzohen në dritën e udhëzimeve dhe shpallëve të Allahut të manduar. Zoti xhallal xhelal ju na takoft mira, Zoti ju lut kudo që jeni, personat e me kaq, Zoti ju shpëlbeft. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.